realizuar, ka ndodhur aksidenti në Durrës. Gjykata caktoi masën e sigurimit të arrest në burg, masë e cila pritej. Nga prokuroria ka ardhur me 3 akuza, siç edhe pritej, 290 paragrafi 4, 291 dhe 273. Me specifikoj çik, se nuk I dim. I pandehuri nuk foli fare, dukej në gjendje të rënduar psikologjike, nuk pranoi të fliste, nuk dha shpjegim përpara gjykatës. Unë isha e ftuar nga shteti për të realizuar mbrojtje, duke qenë se nuk ishte një avokat të zgjedhur. Cilat janë akuzat konkrete që rëndojnë? Neni 290 dhe 291 kanë të bëjnë me shkeljen e rregullave të qarkullimit, 294 që specifikon nëse ka pasojë vdekje ose plagosje të rëndë, nga 5 vite deri në 20 vite parashikohet dënimi me burg. 291 është drejtimi i mjeteve në gjendje të parregullt, ku konkludon me pirjen e alkoolit, duke qenë se ka rezultuar I dehur, dhe 273 është largimi nga vendi qëndrimit, nga largimi nga vendi aksidenti. Ju lutem, çka ka deklaruar në hetim paraprak? Çka ka thënë? Ai ka dhënë deklarimet, atje ka pas një avokat mbrojtës tjetër. Nuk e ke lexuar dosjen? Dosjen e kam lexuar, ka shpreh pendesë, ndihet I penduar edhe sot ishte edhe duke në gjendje të rëndë psikologjike, atyre që I ka thënë atje I qëndron akoma. Jo gënjeni. Turqiu. Tu do rrim. është më. Është më. Olha,